Zot, ty të lutemi, ja Allah, me Ramazanin tonë dhe me agjerimin që po bëjmë për ty, ja Allah, na i prano veprat tona. O Allah, ty të lutemi, na falë dhe na mëshiro, ja Allah, siç na e mundsove që të hyjmë këtë Ramazan, siç na e mundsove agjerimin e këtij Ramazani, o Zot, pranoje prej nesh dhe na bëj prej dashurve tu. O Allah, na bëj prej dashurve tu, o Allah, na i fal gjunahet edhe mëkatet dhe na i rregullo zemrat tona. Ja Allah, na jep forcën e besimit që të kapërcejmë, o Zot, edhe të i kalojmë ato gjëra që neve na lejnë peng dynja dhe na ahiret, ja Allah, ditën që do të dalim përpara teje. O Zot, largoje të keqen nga mendja dhe nga zemra jon një herë për gjithmonë. O Allah, ty të lutemi, ti e dëgjuesi i lutjeve tona. Ti ai i cili ke në dorë gjithçka, ja Allah, na jep neve atë që neve kemi nevojë. Madje edhe më shumë se ç'kemi nevojë, se ti je më i madh i bujar. Ti i di hallet edhe problemet edhe nevojat e gjithë secilit prej nesh. O Zot, shëro, ti je më i madh i shërues. Shëroj zemrat tona, ja Allah. Shëroj shpirtrat tan, shëroj plagët tona, ja Allah. O Zot, shëro, ti je më i madh i shërues. O Zot, fal, ti je më i madh i falës. O Zot, prano, ja Allah, dhe mos refuzo. Nëse ti nuk na pranon, ja Allah, kush mund ta pranojë neve përveç teje? Nëse ti nuk na pranon, ne jemi të humbur, ja Allah.